është shumë rrezik kur besimtari ndoshta arrin në një moment të një farë lloj vetkënaqësie që ne punuam, u falem, agjeruam, u kënaqëm, Allahu është i kënaqur dhe një farë lloj gjendje që ndoshta shejtani e pret që të ndërhyj dhe pastaj të na largoj nga rruga që kemi ndërtu. Është një jetë e re, po është një fillim i ri, sidomos në lidhje me Allahun Azza wa Jall, dhe vetë llogaria duhet na përcjell çdo herë, që ka thënë Omeri, llogaritën e vetëm para se të llogaritën pranë në çdo moment, çdo kohë besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Në veçanti tash pas Ramazanit, që Allahu Azza wa Jall mos e bëni sikurse ajo që la ndërtoi me krapza, kanë thonë këtu një herë, ndërtoj atë punimin me kujdes, veks pas vekse, kurse kështu është ajeti kuranor. Ndërsa pasi ta përfundon komplet atë punim, e ngre fijen dhe shkon duke prish. Kështu ka thonë Allahu zën mos u bëni sikur një grua e tillë që ndërton punimin pastaj me kujdes, me një kohë gjatë duke shtrënguar mirë, pastaj nga pakujdesia dhe fillon e prish. Andaj ne jemi në këtë fazë që ato që ndërtuam për një muaj me mund të mos e prishim tash nga pakujdesia. Dhe këtu dashta të them që është shumë e rëndësishme vetë llogaria.